Juristi Azem Vllasi ka quajtur papërgjegjësi sjelljen e deputetëve të cilët, edhe të njëjtën, nuk arritën të konstituojnë kuvendin që ishte tentimi 23. Vllasi ka thënë se për këtë përgjegjësia u bie të gjitha partive politike, por më shumë vetëvendosjes si partia fituese e zgjedhjeve të 9 shkurtit. Ai ka thënë se insistimi i lëvizjes vetëvendosje në kandidaturën e Albulena Axhiut po vë në pikë pyetje dhe integritetin e saj personal. Vllasi në emisionin Infonata, duke folur për një bashkëpunim të mundshëm të vetëvendosjes me Nismën dhe insistimin e kreut të saj Fatmir Limaj për postin e kryetarit të kuvendit, ka thënë se Limaj tani nuk po e di se çfarë dëshiron. Ai ka ndarë mendim të njëjtë me kryeministrin në detyrë dhe kryetarin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti se nuk mund t'i takoj posti i kryeparlamentarit një partie me 3 deputet. Limaj reflektoi me përgjegjësi kur tha se është i gatshëm të rreshtohet për interesin e shtetit. Tani po e do kryetarin e parlamentit me 3 deputet, nuk shkon. Ja nisi me shantazhu. Tani edhe ai s'po di çka po dëshiron, qeveri apo me vetëvendosjen, ka thënë Vllasi. Nisma Socialdemokrate ka bërë të ditur se nuk është e gatshme në këto momente të hyjë në qeveri me vetëvendosjen, por ata kanë thënë se do ta votonin një qeveri të tillë nëse kësaj partie i jepet kryetari i kuvendit. Qëndrim të kundërt ka vetëvendosje. Nga kjo parti kanë thënë se janë të gatshëm që me Nismën të diskutojnë për bashkëqeverisje, por jo edhe për postin e parë të legjislativit.